Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të rinjt për të rinjt. Sot do të flasim për një aktivitet shumë të bukur dhe me një vlerë shumë të madhe, Gjuha ime. Një aktivitet i organizuar në kuadër të muajit të alfabetit shqip, organizuar nga Këshilli i Qarkut Korç. Në këtë garë morën pjesë mbi 600 nxënës të shkollave të nënvjeçare të Qarkut të Korçës, të cilat testuan të njohurit e tyre mbi gjuhën dhe kulturën shqipe. Ky konkurs kishte për qëllim të forconte dashurinë për gjuhën amtare dhe të promovonte trashëgiminë kulturore, duke kthyer garën në një festë të gjuhës shqipe. Sot do të kemi disa të ftuar në studio, do të kemi një prej mësueseve koordinatore, do të kemi dhe ekipin fitues të nxënësve për të ndarë me ne emocionet dhe përvojat e tyre gjatë këtij konkursi. Tani do të ndjekim një material për të kuptuar më tepër mbi konkursin e gjuhës shqipe të zhvilluar në qytetin e Korçës. Në Korçë ka përfunduar konkursi Gjuha ime, aktiviteti organizuar nga Këshilli i Qarkut në kuadër të muajit të alfabetit shqip. Pas një gare mes 3 ekipeve finaliste, fituese u shpall skuadra e shkollës Sevasti Qiriazi. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, vlerësoi nivelin e garës dhe përkushtimin e nxënësve, duke theksuar se ky konkurs synon të forcojë lidhjen e të rinjve me gjuhën shqipe dhe trashëgiminë kulturore. Sigurisht e patë edhe vetë pasi e ndoqët gjithë aktivitetin nga fillimi deri në fund, ishte një aktivitet me të vërtetë jashtëzakonshëm, një ndërveprim, një sinergji ndërmjet fëmijëve të klasave të pesta të shkollave të Qarkut të Korçës. Ishte vërtet diçka fantastike, ku ne pam se fëmijët treguan vlerat e jashtëzakonshme në pjesën e zotërimit të gjuhës shqipe. Të gjithë mendojmë se si do ta trashëgojmë këtë pasuri të jashtëzakonshme që ne kemi trashëgim nga të parët, që është gjuha të cilën po flasim, shqipja jon, kaq e bukur dhe kaq e lashtë. Kështu që këta fëmijë sot më së miri demonstruan që mësuesit e tyre, prindërit e tyre, gjithë brezat e kanë bërë me sukses trashëgimin në brezat të kësaj gjuhe, dhe këta janë një siguri që do ta vazhdojnë ta tejçojnë në brezat e ardhshëm me sukses. Këshilli i Qarkut do të vazhdojë të mbështesë këto aktivitete edhe në vazhdim, duke kthyer, si thua, në një traditë, të themi edhe për vitet në vazhdim. Nuk do të mjaftohemi vetëm me pjesën e nxënësve të klasave të pesta. Në datën 21 nëntor ne do të kemi një aktivitet, sikundër dhe ju e dini, me nxënësit e shkollave të mesme të gjithë Qarkut të Korçës, ku do të fokusohemi tek Republika Autonome e Korçës, dhe ata gjithë do të shkruajnë një ese në lidhje me këtë ditë, dhe sigurisht do të kemi edhe një fitues në lidhje me këtë pjesë. Kështu që aktivitete të kësaj natyre do të mbështeten edhe në të ardhmen nga Qarku i Korçës. Unë falenderoj të gjithë mësuesit, koordinatorët, nxënësit në veçanti, të cilët janë në ardhmja në lidhje me përkushtimin të këtë organizim fantastik që është bërë sot. Faleminderit gjithëve. Në fakt, konkursi është pjesë e projekt buxhetit vitit 2025 dhe është hartuar në kuadër të gjithë bashkëpunimeve që kemi ne me shkollat, jo vetëm shkollat e mesme, por dhe shkollat nëntëvjeçare. Dhe donim që të gjithë pjesën, të paktën pjesën e kësaj grup moshe ta përfaqësojmë me një projekt. Këto ditë kanë qenë sfida në fakt, të them të drejtën, sepse na kanë vendosur dhe ne në pozitë shumë të vështirë. Janë të gjithë në nivele shumë të larta. Ishte një risi për ne, e parë nga këndvështrimi jonë, të paktën ai këndvështrimi institucional. Ne u përballëm me një energji të tejskajshme, e përcjell nga të gjithë, dhe çuditërisht fëmijët ishin më shumë të admiruar dhe të dashur me njëri tjetrin, edhe pse konkursi në bazë e kishte sfidën. Ata realisht e morën me shumë sportivitet, të them të drejtën, dhe u përballën me një vetvlerësim, por edhe për shokët, por edhe për veten. Me të gjitha projektet që bëjmë, ne i testojmë, të them të drejtën, mënyrën se çfarë impakt ka në komunitet, mënyrën se si ne u gjendemi afër komunitetit, por dhe dëshirën për të paktën këto konkurse që janë me impakt tek, të thash, ajo grup mosha e cila nuk është e përfaqësuar deri në klasën e 9, të gjejmë personat apo fëmijët, le të themi, të cilët kanë kapacitete,
jo vetëm kaq, por edhe sepse po ta shikosh edhe vetë spektakli apo projekti përmban atë pjesën sociale, mënyrën se si integrojnë valle, këngë, interpretime, muzikë, është e përgjithshme, më kupton, dhe duke bazuar në këtë ne identifikojmë dhe të njëjtën mënyrë jo vetëm ata që janë mirë me gjuhën shqipe, por identifikojmë dhe fëmijët të cilët janë të talentuar në fusha të ndryshme. Dhe shpresojmë që kjo të kalojë dhe të bëhet përsëri, njëri përsëritje pse jo. Vajzat e ekipit fitues ndanë emocionet e momentit duke thënë se fitoria ishte rezultati punës së përbashkët. Ndjemi shumë të lumtura që jemi fituese të këtij konkursi. Gjithashtu kishim shumë emocione. Sot isha shumë e lumtur dhe e gëzuar dhe ndjeja shumë emocione për këtë ditë kaq të veçantë për ne dhe të rëndësishme. Gjuha shqipe është një gjuhë e veçantë, është një gjuhë e artë, është një gjuhë e ëmbël. Duhet ta ruajmë gjuhën shqipe sepse është një ndër gjuhët më të bukura në botë. Ishte shumë gjë emocionuese, të prekte thellë në zemër, edhe jam shumë e lumtur që u shpallën fitues. Fëmijët janë të përgatitur sepse prej vitesh është bërë një punë kolosale për përgatitjen e tyre dhe natyrisht që nuk prisnim këtë ditë të konkurimit për të treguar vlerat tona, por e pam në formën e argëtimit, në formën e kënaqësisë dhe pse jo edhe të paraqitjes së vlerave që ka gjuha shqipe. Natyrisht, ashtu siç e thanë dhe vajzat, gjuha e nënës, gjuha e cila është ndër më të vjetrat. Dhe ashtu si vajzat edhe unë jam emocionuar. Tani, u vlerësua puna jote e gjithë këtyre viteve, si ndihesh me përfaqësimin që bën vajzat? Jo vetëm puna ime, sepse këtu grupi është i përbërë nga gjithë koleget e mia dhe mësueset e shkollës Sevasti Qiriazi. Patjetër që është një grup i cili menduam që ishte dhe grupi më i mirë i mundshëm për këtë performancë. Është një kënaqësi që ne punojmë me fëmijë të tillë dhe do të donim që kështu të kishim edhe në vazhdim të tilla fitore, edhe të tilla aktivitete, sepse në këtë mënyrë shfaqen dhe talentet, shfaqen dhe aftësitë e gjuhës son tek fëmijët dhe tek brezat e vegjël. Sa të rëndësishme janë këto aktivitete të mbrojmë këtë trashëgimi? Është e shumanshme rëndësia e këtyre aktiviteteve, është në planin social në rast të parë, sepse i bën fëmijët më social dhe më të angazhuar me shoqërinë. Në radhë parë dhe kjo është kryesore dhe besoj se mesazhi që donim të përcjellim nëpërmjet këtij konkurimi dhe këtij projekti ishte pikërisht socializimi. Së dyti më pas, si të thuash, angazhimi fëmijëve në këtë lloj aktivitetesh, sepse ata janë gjëja më e bukur edhe më me vlerë dhe natyrisht ata janë të natyrshëm, janë të lirshëm dhe edhe ne na surprizojnë që jemi të rritur, pra dhe aktivitetet për të vegjël është mirë që të vazhdojnë në këtë traditë dhe së fundmi pastaj është edhe mesazhi i gjuhës shqipe, i kësaj gjuhe me baza, me themele, me rilindasit tanë, ashtu sikundër edhe vajzat i përmendën gjatë konkurimit ose edhe vetë pyetjet ishin të ndërtuara në mënyrë të tillë që të tregonin thellësinë dhe bukurinë e gjuhës shqipe. Konkursi Gjuha ime u konceptua si një spektakël edukativ i shoqëruar me performanca artistike nga grupet e shkollave me këngë, valle dhe numra muzikor, duke kthyer finalen në një festë të gjuhës dhe kulturës shqiptare. Jemi në studio me të ftuaren e parë për ditën e sotme, mësuese Daniela Naston, koordinatore e këtij konkursi. Përshëndetje mësuese, faleminderit që e pranuat ftesën. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Si lindi ideja për zhvillimin e këtij konkursi në kuadër të muajit të alfabetit shqip? Nëntori është një muaj i rëndësishëm për shumë festa. Sidomos për festën e alfabetit, për festën e gjuhës shqipe, gjuhës së dashur të vendit tonë. Duke qenë se fëmijët e arsimit fillor nuk ishin përfshirë ende në ndonjë veprimtari të madhe, sidomos në lidhje me gjuhën shqipe, u propozua që të përfshiheshin në një aktivitet të cilin e organizuam në formën e një konkursi, që do të organizohej jo vetëm me shkollat e Korçës, por me gjithë shkollat e Qarkut, me një grup të madh të shkollave të Qarkut. Cili ishte qëllimi kryesor që doni të arrinit përmes kësaj gare? Nuk do ta quaj thjesht një garë, por një aktivitet dhe një festë për fëmijët. Qëllimi i saj ishte që fëmijët të theksojnë edhe një herë, sepse janë ata të parët të cilët fillojnë mësimin e gjuhës shqipe në shkollat e tyre që nga klasa e parë apo pak më herët, dhe janë ata që e përcjellin në një mënyrë të pastër, të bukur, të çiltër gjuhën shqipe. Po nxënësit që morën pjesë në këtë konkursi u përzjodhen? Para se të fillonte gara, konkursi, aktiviteti,
si gjithmonë mendohet një mënyrë organizimi, strukturimi dhe hecja hap pas hapi të zhvillimit të kësaj gare apo aktiviteti. Pasi lindi ideja, u pranua, filloi planifikimi i realizimit të kësaj ideje. Ishte një përfshirje e shkollave, thash jo vetëm të Korçës, po edhe të qarkut të Korçës, të shkollave të tjera që nuk janë të qytetit tonë, dhe organizimi duhet ishte pak më i kujdesshëm, më i mirë, me tepër përgjegjësi. Prandaj do të kishte shkallë një strukturë e ndarë në disa hapa. Në fillim u ftuan shkollat të merrnin pjesë, sepse është një ftesë, nuk është absolutisht një detyrim që shkollat të merrnin pjesë, dhe shumë të lumtur që shkollat e pranuan pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Më pas u udhëzuan shkollat si do të vepronin brenda tyre për të përzgjedhur fëmijët, për të përzgjedhur ata që do t'i përfaqësonin në këtë aktivitet të bukur. Brenda çdo shkolle kishte një mësues koordinator, i cili do koordinonte, do rregullonte punën brenda shkollës. Përzgjedhja do të ishte sipas një modeli të caktuar. Gjithmonë dim që na përfaqësojnë më të mirët, por dhe këta të mirët duhet të dim si t'i zgjedhim që të mund të përfshihen të gjithë. Organizua një gare vogël brenda shkollave, sepse ka shkolla që kanë më shumë se një klasë, dhe në një mënyrë shumë transparente, sipas arritjeve të nxënësve, u vendos se cilët do ishin ata fëmijë që do përfaqësonin shkollën. Më pastaj hap pas hapi, fëmijët brenda shkollave të drejtuar nga mësuesit e tyre, të gjithë mësuesit e klasave të pesta, të cilët do përfshihen në këtë aktivitet, punuan sipas mënyrës së tyre për të rikujtuar njohuritë, për t'i mësuar ata se si të përgjigjeshin, se si të flisnin në një konkurs, se si të bashkëpunonin me njëri tjetrin, sipas një programi të caktuar të bërë nga mësuesit koordinator edhe nga mbështetësit, që dua ta theksoj, nuk është momenti, nuk e di është apo jo momenti, por një mbështetje shumë e madhe nga Këshilli i Qarkut Korç. Do të thënë një ndjesi, një besim shumë i madh u krijuar tek ne për mënyrën se si do punonim. Ishim të sigurt, komodë dhe mbështetës në çdo gjë. Nga Këshilli i Qarkut Korç. Kam nevojë ta theksoj këtë. Më pas një periudhe përgatitore nëpër shkolla, nxënësit e përzgjedhur erdhi radha që të konkuronin. Konkursi u nda në 2 faza. Pjesa e parë që ishte pjesa e përzgjedhjes të atyre që do të ishin finalistë më pas, dhe kjo zgjati 3 ditë. Në çdo ditë konkuronin 4 shkolla. Kjo nuk ishte rastësore, por dhe këtu ndoqëm atë procedurën standarde të konkurseve, u përzgjedhën me anë të shortit edhe shkollat që do të konkuronin në një ditë të caktuar. Shorti ishte i këndshëm, i lezetshëm, sepse u përzihen shkolla të ndryshme nga qarku, nga qyteti. Çdo ditë konkuronin 4 shkolla dhe kjo ndodhi në 3 ditë. Në çdo ditë të këtyre 3 ditëve dilte një shkollë fituese. Konkurenca ishte shumë e madhe. Një diferencë shumë e vogël i ndante shkollat nga njëra tjetra dhe jam e lumtur ta them që në çdo ditë jam kënaqur dhe jam mrekulluar me përgjigjet e atyre fëmijëve, me mënyrën se si ata flisnin apo njohuritë që kishin për gjuhën shqipe, me entuziazmin e tyre që e lehtësuan këtë pjesën tonë të merakut se si do të dilte ky aktivitet. 3 shkolla fituese dolën në ditën e hënë të mërkurë dhe të enjte dhe erdhi dita finale. Në ditën finale ishin 3 shkollat që dolën nga secila ditë përkatëse. Shkolla Papa Kristo Negovani, që është nga Bashkia Kolonj, shkolla Sevasti Qiriazi, që është nga qyteti Korçës, edhe shkolla mësonjtoria e parë shqipe. Edhe ajo është shkolla e qytetit të Korçës. Tash me një diferencë shumë të ngushtë dhe me një keqardhje shumë të madhe që shkollat e tjera u eliminuan, por kështu ndodh në një konkurs dhe ju e dini mirë. Dita finale ishte organizuar pak ndryshe. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Për të mos e ngarkuar me atë emocionin e konkurimit, kush do fitoj, si do përgjigjem, do humbasim apo do fitojmë, ishte menduar nga organizatorët një diçka shumë e bukur. Çdo shkollë pjesëmarrëse në konkurs
pavarësisht nëse ishte fituese apo jo, nëse ishte finaliste apo jo, do të përfaqësohej përsëri me nxënësit e tyre me një performancë muzikore, me interpretim poezie, dhe ajo ditë ka qenë ditë feste. Shumë e bukur, shumë e kënaqur dhe na ndihmoi që të largonin pak atë emocionin si do dal, kush do fitoj, si do përgjigjen fëmijët, megjithatë ai kishin treguar veten që ishin të përkryer, të përsosur në njohuritë e tyre. Dita finale pra ishte ndarë në 3 pjesë, konkurrimi, dhe midis çdo pjese kishte një performancë të shkollave pjesëmarrëse, që kishin këngë të bukura të repertorit për fëmijë, kërcime popullore, që ishin të përgatitura me shumë seriozitet, me shumë merak nga mësuesit e tyre. Që nga paraqitja, veshjet popullore, muzika e përzgjedhur, dhe kjo e zbukuroja akoma më shumë këtë ditë të finale të konkursit apo të aktivitetit ton. Erdhi momenti kur një shkollë duhej shpallur fituese, ishte moment shumë i veçantë. Ju e dini që ndodh kur konkurrojnë të rritur, mendo më pas fëmijë, që duhet të kesh shumë kujdes ata të mos mërziten, megjithatë pak u mërziten. Normal, se kur ju ishte vështirë të zihnin. Po, juria ishte shumë profesionale dhe na i ka lehtësuar punën pa mas. Mënyra se si trajtuan fëmijët, se si llogaritën me korrektësi çdo gjë, ndonjëherë për 0 presje 5 pikë. Duhet të llogaritje me kujdes dhe të ta shikoje me vëmendje. Sepse fëmijët janë të ndjeshëm, ju e dini, ata duan çdo gjë korrekte, ti je sa më i ndershëm me ta, dhe pastaj po atë ndjesi e merr prej tyre në një masë akoma më të madhe. Sa e rëndësishme mendoni se është që fëmijët të angazhohen në këto lloj aktivitete që i afrojnë më tepër me gjuhën shqipe? Aktivitetet janë gjithmonë të bukura, në çdo lloj fushe, në sport, në muzikë, në letërsi, art. Është shumë e rëndësishme të përfshihen aktivitete e para. Pastaj çfarë lloj varet nga aktiviteti apo nga aftësitë e fëmijëve, talentet e tyre, ku do t'i shfaqen në çdo lloj fushe. Përfshirja në aktivitete. Ata i bën fëmijë më të mirë. Ata i nxjerr nga ajo bota e tyre, ndoshta ndonjëherë e kufizuar vetëm te mësimi, te përgatitja e detyrave, por nuk di t'ju them se sa të lumtur ishin, se sa të emocionuar që po bënin diçka ndryshe. Jo vetëm që po e bënin, por po e bënin me shokë dhe shoqe të tjera, me shkolla të tjera që ata ndonjëherë ndoshta nuk ju ka rënë rasti t'i njohin absolutisht, dhe bota e tyre është aq e pasur, aq e bukur, sa ka aq shumë nevojë për aktivitete. Jo vetëm gjuhësore, po dhe muzikë, edhe sport e çdo gjë tjetër. Përveç kësaj, edhe ajo gara ka të mirat e veta. I nxit ata për të bërë diçka më mirë akoma herës tjetër. Fitoi kush fitoi, kaloi kjo pjesë. Tashti fëmijët pyesin kur do bëjmë prapë diçka të tillë. Janë gjëra shumë të bukura që fëmijët i bëjnë tash fëmijë më të mirë dhe më të përgatitur për sfidën e të ardhmes e jetës së tyre. Çfarë vlerash edukative mendoni se u përcëllën përmes këtij aktiviteti? Vlera edukative ka çdo aktivitet, sidomos një aktivitet gjuhe. Gjuhë do të thotë të flasësh, të komunikosh, të shprehësh ndjenjat e tyre dhe të kuptohesh me njëri tjetrin. Dhe këtë fëmijët e arritën nëpërmjet përgjigjeve të bukura që thanën, nëpërmjet mënyrës se si komunikonin, se si i drejtoheshin njëri tjetrit kur bën pyetje për njëri tjetrit, me mënyrën se si ata punonin shpejt, ndoshta edhe pak në presion, sepse kishte pyetje që donin kohë, duhet të mbaronin shpejt, dhe ishin aq të preokupuar dhe të përkujdesur që çdo gjë ta bënin në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe gjithmonë të ishin ata të parët. Kush është i pari, kush e bëri më mirë, mbarova si e kam bërë, meraku i tyre, por gjithmonë i justifikuar me rezultatin që arritën. Cila pjesë e garës ju ka bërë ju personalisht më shumë përshtypje? Garat ishin në çdo ditë kishin bukurinë dhe veçantinë e tyre. Ditën e parë jam mrekulluar me fëmijët e kolonjës,
nuk i njihja, sepse këtu në Korçë ndoshta njihemi dhe kemi komunikime me mësuesit e tjera, ishin fëmijë të mrekullueshëm, shumë të çiltër dhe më duk sikur s'kishin as emocione. Shumë të lirshëm të mësuar me këtë. Një ditë tjetër, sidomos në ditën finale, më ka bërë përshtypje shkolla Najm Frashëri, Ismail Qemali, me atë performancën e tyre, ata janë artistë të vërtet. Pavarësisht ndoshta rezultatit që morën në konkurs, kjo është pjesa që na intereson më pak, por mënyra se si ata u përfshinë dhe se si u ndjena atje, se në fillim erdhën pak të friksuar, të shqetësuara dhe mësueset, sa do arrim, si do arrim, po pastaj atje arritën të shkriheshin me ekipet e tjera dhe të tregonin dhe ata aftësitë e tyre në mënyrë shumë të kënaqshme. Po nxënësit si reaguan kur morën vesh se kishin fituar? Ishin shpallur ekipi fitues? Reagimet, unë kisha shumë emocione vetë. Mendo ata. Ti imagjinojmë fëmijët, po. Mendoni ata, dikush thoshte po më zemra fort, një tjetër thoshte qaj po nuk qaj top. Fëmijët e tjerë që nuk u zgjodhën fitues, u ndjen keq, u mërzitën, dikush uli kokën, një tjetër ndoshta nuk dua ta them, mund të ketë nxjerrë ndonjë lot, por kjo është gara. Dhe kjo është pjesa më e sikletshme e ne të rriturve kur duam t'i japim një çmim për fëmijët e vegjël. Kishte mundësi të ishin 3 kupa për mua. 3 vende të para. Çfarë mesazhi do t'u jepni të gjithë fëmijëve që e duan gjuhën shqipe dhe duan që të marrin pjesë në aktivitete pikërisht për mbrojtjen e kësaj gjuhe, për t'i dhënë asaj vlerën e nevojitshme? Mesazhi im është: mundohuni ta flisni kudo gjuhën shqipe. Mundohuni të flisni çfarë ju dëshironi dhe ëndërroni. Mundohuni të lexoni sa më shumë libra. Është pjesa që nuk zvendçohet me asnjë gjë tjetër. Të përfshihen në çdo lloj aktiviteti që ata janë si të thuash të detyruar të shprehin ndjenjat dhe emocionet e tyre. Nuk mund të shprehesh se sa mirë ndihesh në asnjë gjuhë të botës nëse ti je shqiptar. Veç ajo fjala shqip mund të tregojë si ndihesh dhe çfarë ti do t'i thuash tjetrit. Pra, të flasim shqip bukur që të mund të kuptohemi më mirë me njëri tjetrin. Faleminderit profesore Shishit. Ishim ju vajza. Suksese. Shumë faleminderit e ju. Ishim me mësuesen koordinatore Daniela Nasta, ku na foli gjëra gjatë për këtë aktivitet, për konkursin e gjuhës shqipe Gjuha ime, mes shkollave nënvjeçare, dhe tani do të ndjekim intervistën që kemi marrë kryetares juristë të konkursit, dekanen e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin e Korçës, Jonela Spao. Ishte një befasi që në momentin kur mora aftesën për të qenë anëtare jurist, e mora me shumë dëshirë sepse gjithnjë kam menduar që për gjuhën sado që të bësh asnjëherë nuk bën mjaftueshëm. Dhe falenderoj Këshillin e Qarkut Korçë dhe gjithë shkollat e Qarkut Korçë, veçanërisht mësuesit, por edhe fëmijët, të cilët na kanë befasuar me performancën e tyre. Kuptohet që kur bëhet fjalë për një konkurs ku pjesëmarrës janë fëmijët, gjëja bëhet më ndjeshme, më delikate, sepse fëmia preket më lehtë, do që gjithmonë të siguroj fitoren, po ata ishin aq mirë sa unë do doja që nëse kishte një çmim të parë t'ja u jepja të gjithëve. Më bëri përshtypje formimi i fëmijëve, drejtshkrimi i saktë, shpejtësia me të cilën i përgjigje, mendimi i formuar që është shumë e rëndësishme në fëmijë të moshës kaq të vogël, dhe them që këto mësuese kanë punuar shumë mirë me këta fëmijë dhe jam krenare që pjesa më e madhe e mësueseve që kishin drejtuar ta fëmijë ishin studentët tanë. Kam dhënë një kënaqësi dyfish të madhe. Tregon që nga dyert e Universitetit Panoli kanë dalë mësues shumë të mirë që po na nderojnë në të gjitha shkollat ku ata japin mësim. Them që në kohën që ka ardhur kur ndihet pak mungesa e leximit, kur teknologjia po bën punën e vet, duket sikur fëmijët po harojnë, po dhe të rinj sigurisht, rregullat e drejtshkrimit, sikur nuk po e flasin mirë gjuhën shqipe, po shkurtojnë, po përdorin fjalë tuaja. Por ky konkurs më dha shumë shpresë dhe them që nëse kemi fëmijë të tillë anë kënd Shqipërisë,
kjo është të vërtet një dritë shprese, sepse fëmijët e kanë kuptuar shumë mirë atë që është e rëndësishme, të duash dhe të njohësh gjuhën tënde, do thotë të kesh çelësin me të cilin hap dyert e botës. Dhe çdo dashuri fillon nga dashuria për gjuhën. Besoj që këta fëmijë e kanë përvetësuar më së miri këtë postulat. Pasi kemi ndjekur intervistën me kryetaren e juris, jemi tani në studio dhe në studion paralele kemi ftuar voglushet e vogla që ishin pjesë e konkursit. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Përshëndetje. Si u ndjet kur mësuat se do të merrni pjesë në konkursin Gjuha Ime? Ne u ndjem shumë të kënaqura dhe entuziaste që ishim pjesëmarrëse e këtij konkursi. Po ju vajzat e tjera, na flisni pak si u ndjet. Unë ndjeva shumë mirë, shumë e kënaqur, kisha pak emocione. Kishim pak emocione, po... Ja dole në banë. Unë ndjeva e lumtur kur kuptova se do të isha në këtë konkurs, kisha pak emocione, po ja dole. Si u përgatitët ju për garën? Ne u përgatitëm prej kohësh me mësueset tona, duke bashkëpunuar me njëra tjetrën me përkushtim dhe ndeshmëri. U përgatitëm me disa pyetje që na bënin mësueset tona, por ishi përgatitur dhe më përpara me mësimet e tjera. Po pjesa më interesante e konkursit për juve kush ishte? Kush ju pëlqeu më shumë pjesën? Mua më shumë më pëlqyen pjesët me shkrim dhe fjalë kryqet. Je e mirë në fjalë kryqet? Jemi që të katërta. Sepse bashkëpunuam me njëra tjetrën. Bravo vajza. Vajza, ju duke vështirë gara, këtë dua ta dëgjoj nga të gjitha. Po kishim pak vështirësi, po gjithsesi ishte e thjeshtë në përgjithësi gara. Edhe mua më duk pak fare e vështirë, ishte e lehtë, vetëm ja dy pyetje të vështira. Mua më duk jo shumë e vështirë, sepse kishte pyetje të lehta, nuk ishin shumë të vështira. Ju keni qenë të përgatitura? Po, kishim qenë shumë të përgatitura. Si e përjetuat momentin kur u shpallët fitues? U kënaqëm shumë. U kënaqët shumë. Vajzat e tjera? Ishim shumë të kënaqura dhe gjithashtu shumë entuziaste dhe nuk po e besonim dot. A e prisnit që mund të fitonit? E kishim një parandinjë që do fitonim, sepse konkurenca nuk ishte dhe aq e fortë. Pra ju shit më të mira. Ishte një moment i bukur kur kuptuam që ne fituam, u kënaqëm dhe u gëzuam shumë. Si reaguan mësuesit kur pat që ju fituat? Mësuesit tona u kënaqën shumë, u gëzuan, siç u gëzuam dhe ne. Po shokët janë shumë krenare për ne. Gjithashtu dhe u prekën sepse ishin emocione të parueshme. Po shokët, shoqet, çfarë ju thanë kur e pan që ju fituat? Po u kënaqën shumë që fituam. Shokët u ndjejnë të lumtur që e fituam ne konkursin. Ishin krenar për ju? Po. Çfarë kuptimi ka për ju gjuha shqipe, vajza? Gjuha e shqipe është një tesar i çmuar kombëtar dhe shumë i rëndësishëm, të cilin ne kemi mësuar që në fëmijëri dhe nuk do ta harrojmë asnjëherë. Gjuha shqipe për mua është trashëgimia nga nëna ime, nga gjyshja ime deri më tani dhe nuk do ta harroj as edhe një herë. Gjuha shqipe për mua është një trashëgimi që nga paraardhësit dhe edhe nëse do largohem, unë nuk do të harroj. Vajza, mendoni ju se është e rëndësishme që ta ruajmë gjuhën shqipe dhe të kujdesemi për mënyrën si e përdorim atë? Ta ruajmë gjuhën shqipe, sepse është një ndër gjuhët më të bukura në botë. Vajza, nga Thua jonë e nënës. Vajza, nga kjo përvojë çfarë mësuat ju nga ky konkurs? Mësuam se në grup duhet të bashkëpunojmë sa më shumë, të jemi të përkushtuara në mësime dhe ta ruajmë gjuhën shqipe.
A do kishit dëshirë ju që ky konkurs të zhvillojë edhe vitet e tjera, të merrni dhe ju pjesë? Po, kishim shumë dëshirë. Po ju vajzat e tjera? Po, do të ishte bukur nëse ky konkurs do zhvillohej çdo vit, sepse do fitonit prapë. Po. Si shumë e bukur dhe emocionuese për të gjithë ne. Po bashkëpunimi mes jush si ekip si ishte? A punonit mirë me njëra tjetrën? Se cila shprehte mendimin e vetë dhe më pas zgjidheshe mendimi më i mirë, më i bukur i grupit. Vajzat e tjera? Ne ishim shumë mirë në grupin tonë dhe nuk ishim asnjë konflikt ose mosmarrveshje mes grupit tonë, po ishim shumë të përgatitura dhe secila jepe mendimet e veta dhe zgjidhnin më të mirën. Pra puna në grup ishte fantastike. Secila jepte mendimet e veta dhe në fund zgjidhen më i mirë, mendimi më i mirë. Si arritet ju që t'i përballonit emocionet që kishit gjatë garës? Se padyshim që ju ishit shumë të emocionuara. Po, ishim të emocionuara, por duke u përqendruar tek konkursi dhe tek pyetjet, emocionet u larguan. Po për ju vajza si ishte? Po, gjithashtu ne kishim shumë emocione, por ne u fokusuam tek pyetjet dhe e morëm me qejf dhe shumë dëshirë. Vajza, cili ishte momenti më i bukur për ju në të gjithë aktivitetin? Momenti kur fituam. Kur ngritëm kupën. Ishim shumë entuziaste, shumë të lumtura, shumë krenare për shkollën tonë. E nderuat shkollën tuaj? Po. A do ju thonit nxënësve të tjerë, shokëve, shoqeve që dhe ata të merrnin pjesë në aktivitete të tilla, në konkurse si ky? Po. Do t'ju sugjeronin që të merrnin edhe të gjithë ata pjesë në këtë konkurse, sepse janë shumë të vlefshme. Çfarë fituat ju nga ky konkurs? Pra e mësuat më mirë gjuhën shqipe, mësuat disa rregulla, si të shkruanit më mirë. Nga ky konkurs mësuam më shumë për gjuhën shqipe dhe mësuam që duhet i marrim të gjitha gjërat me qetësi. Ju a e përdorni mirë siç duhet gjuhën shqipe? Po, e përdorim. Vajza, nëse do ta përshkruanit vetëm me një fjalë këtë eksperiencë, cila do të ishte ajo fjalë? Kënaqësi. Qejf. Lumturi. Argëtim. Pra ju vajza jeni shumë të lumtura që e fituat konkursin. Po, ishim shumë të lumtura. Po është e rëndësishme që kështu të vazhdoni edhe më vonë, ta ruani gjuhën shqipe. Po, ta ruan. Edhe në konkurse të tjera gjithmonë sart ju vi shansi të merrni pjesë, gjithmonë sepse ju ndihmon vërtet. Vajza, ishit shumë të mira dhe shumë suksese që keni fituar. Shumë faleminderit. Vajza, shumë faleminderit që ishit sot këtu me ne dhe ju urojmë shumë suksese edhe në aktivitetet e tjera. Miq, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme. Sot folëm për konkursin Gjuha ime, organizuar nga Këshilli i Qarkut Korçë, një aktivitet që promovon dashurinë për gjuhën shqipe dhe tregshmërinë tonë kulturore. Në studio kishim të ftuar një nga mësueset koordinatore që u morën me organizimin e këtij aktiviteti dhe gjithashtu edhe nxënëset e ekipit fitues, voglushet që na dhanë shumë emocione pozitive, shumë ndjesi të mira në këtë episod. Kjo ishte gjithçka për këtë episod dhe deri javës tjetër na ndiqni. Bashkë miru takofshim.